Shumë të dashur bashkëdhetar nga Mërgata, shumë të dashur motra e vëllezër, mirë se erdhët në shtëpinë tuaj. Ka vërtet një pjesë të atë dheut që nuk qëndron gjithnjë brenda kufive të hartës, por zemra për atë dheun u rreh edhe nga mira kilometra larg. Ka një Kosovë që përveç gjuhës sonë të zemrës, gjuhës shqipe, flet edhe shumë gjuhë të tjera, që punon në shtetet të largëta, por mendimin dhe zemrën gjithmonë i mban këtu. Kjo Kosovë është Mërgata jonë, një copë atë dheu që jeton larg dhe afër njëkohësisht, që nuk u shkëput kurrë, edhe kur u detyrua të largohej. Nderi i një kombi matet me ata që i qëndrojnë atë dheut pranë edhe atëherë kur fizikisht janë larg. Janë disa njerëz të cilët asnjëherë nuk kërkuan lavdi, mirë po me veprat e tyre gjithnjë i dhanë lavdin më të lartë atë dheut. E tillë është Mërgata jonë. Ajo që i dham mbështetje vendit në kohët më të rënda, e ajo që na gjendet pranë edhe sot, teksa vendi ynë përballet me sfida të reja. Ju jeni dëshmi se atë dheu nuk është vetëm vend, por është edhe besë, është kujtesë dhe njëkohësisht përgjegjësi. Jeni ata që e mbajtët gjallë emrin e Kosovës në kohët më të rënda, ata që e bartët flamurin ton kombëtar në përbot kur ai ende nuk valvite i lirshëm këtu në Kosovë, ata që e ruajtët gjuhën edhe krenarin në ditët më të vështira për ne. Prandaj sot, kur ju themi të gjithve mirë se erdhët në atë dhe, nuk po ju presim si mysafir, por si pjesë e pandashme e vetvetes sonë.